Vero është e mirë. Lejoni fillimisht të përshëndes Mbikëtirën e Kosovës, zotin e Tërnova, kryetarin e Këshillit të Bashkësisë Islame këtu në Rovec, gjithë juve hoxhallar, besimtar, haxhi, përfaqësues të teqes, gjithë që pranisha. Unë ndihem shumë mirë që jam sot bashkë këtu me juve dhe ndihem mirë për faktin se jam në mesin e njerëzve besimtarë dhe njerëzve punëtorë. Me Këshillin e Bashkësisë Islame këtu në Rovec, tash viti 4 që jemi shpesh, kemi kontakte të shpeshta dhe mundon t'i falenderoj shumë për korrektësinë, për njerëzinë dhe për kërkesat të cilat gjithëherë i kanë pasur të arsyeshme dhe ne si Kuvend Komunal kemi munduar që ato kërkesa ti shqyrtojmë dhe ti realizojmë dobi të të mirës, dobi të njerëzimit, duke po të parasysh në këtë rast edhe shërbimet që kryen nga Këshilli i Bashkësisë Islame. Unë nuk du të zgjas më shumë, veç du të Zotin, po dhe juve këtë të lësë që këta tempoj, këto vende të shajta, të shfrytëzohen për lutje, për thirrje, për dashurinë e njëri tjetrit, për respektim ndaj Zotit, të ndihmojmë gjithë ato familje të cilat nuk kanë, të dolin në njëri tjetrit, ta ndihmojmë vendin tonë edhe kështu ta në kemi përpara. Lejoni që ta falenderoj edhe një herë Mbikëtirën, i cili çdo herë bën thirrje për unitet, sepse neve kur më shumë na duhet uniteti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'd. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. I nderuari kryetari i komunës, i nderuari ish kryetari i komunës, nderuari kryetari i këshillit, të nderuar kryetarët e këshillave të tjerë, bashkëpunëtorë të mi, kryemami, pastaj drejtori për votime, zëvendës sekretari e tjerë me radhë, të nderuar përfaqësues gjitha institucioneve këtu të komunës Rovecit, por dhe ka do që jeni, i nderuari mësafir që na vijen nga Turqia, përfaqësuesi i shoqatës El Maarif. Me lejoni që në emër të Bashkësisë Islame të Republikës Kosovës, të gjithë juve t'ju përshëndes, duke lutur krijuesin e këtij universi, krijuesin edhe të njeriut, krijesës më të përsosur mbi sipërfaqen e tokës, që në familjet tona të falë shëndet e mëshirë dhe anë e kënd globit të mbretëroj paqeja, lumturia, solidariteti dhe gatishmëria e bashkëpunimit të ndërsjell mes vete, pa dallim vendin, gjuhën, racën, ngjyrën që i takojnë. E përmendi kryetari, zotni Shaniu. Është shumë interesant, por kam qenë shumë i ri kur kam ardhur herën e parë këtu në Rovec. Dikun kam qenë moshën 25-6 vjeçare dhe
e kam pas një pritje që ndoshta enda askund se kam edhe sot kur jam i fti atë isha vetëm profesor medrese. Ndaj më kam me diçka këtu në brendësi dhe me të vërtet sa herë që vi në Ravec vi me dëshirë të madhe. Ka qenë Ramazan ajo ditë dhe nuk e harroj, kam vetë ashtu e ngulitur në zemrën time. Megjithatë, jemi të buar sot këtu, kemi ardhur në këtë vend, në këtë shtëpi të Allahut xhallashanuhu. Shtëpi e re. Duhet ditur se Allahu xhallashanuhu vetëm për një xhami ka caktuar temelet. Ai ka urdhënu, ka caktuar që në atë vend të ndërtohet xhamia. Derisa për xhamit e tjera anë kënd globit janë besimtarët ata të cilët përkujdesen dhe caktojnë themelet e xhamis, pra varësisht nga nevoja që kanë besimtarët që jetojnë në atë qytet, fshat, lagje apo kudo që ata jetojnë. Ndaj, ajo xhami pra që Allahu xhaleshanu dha urdhër që dhe i caktoi kufit është Mesjidul Haram, është Çabja, është Mekja, ka kthehemi ne, kibla është fjala. Kur të falemi, kthehemi prej kiblës. Por të gjitha këto janë shtëpi të Zotit, ku e adhurojmë Allahun. Allahu xhaleshanu thot: "Annal masajida lillah, fala tad'u ma Allahi ahada." Xhamit janë të Allahut dhe askush nuk meriton të adhurohet në xhami pos Allahut xhaleshanu. Derisa në ajetin tjetër Allahu xhaleshanu thot: "Nasta'idhu billah, innama ya'muru masajida Allahi man amana billahi wal yawmil akhir." Wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah, fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Xhami ndërtojnë ata njerëz të cilët kanë besim të thellë në Krijuesin suprem kësaj gjithësie. Përkujdesen për xhami këta njerëz të cilët besojnë edhe në ditën e mram. Në ahiret, se që të gjithë ne do dalim para Allahut xhallashanuhu për ta dhënë llogarinë përfundimtare për punën tonë, angazhimet tona të cilët e kemi bërë gjatë jetës mbi sipërfaqen e tokës. E kush janë këta njerëz? Ta njerëz jeni ju. Ta njerëz jeni ju të cilëve ju ka interesuar që të keni edhe një xhami në këtë lagje. Keni bashkuar forcat dhe keni blerë të vend. Dhe kuptohet Bashkia Islame e Kosovës ka siguruar një donacion i cili ka ardhur është ndërtuar sot kjo godinë, është ndërtuar kjo shtëpi e Zotit xhaleshanu, kjo xhami, e cila do të shërbej për të adhuruar Allahun xhaleshanuhu të vetmin krijues. E këta janë ata njerëz pra të cilët falin namaz dhe japin zeqat. Këta janë ata të cilëve ju intereson që të ndërtojnë xhami dhe ta hieshojnë botën anëkën tokën me ndërtimin e shtëpijave të Zotit. Andaj e lusë Allahun xhaleshanu që të gjithë ata të cilët kontribuan. Çfarë do mënyre qoftë në ndërtimin e kësaj xhamie të shpërblej me të mirat e tij. E Muhamedi alayhis salam na mëson më së miri se çfarë është shpërblimi për ata të cilët përkujdesen dhe ndërtojnë shtëpia të Allahut xhaleshanu. Men bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil janna, thot Muhamedi alayhis salam. Ai i cili ndërton një xhami në këtë dynja, Allahu ka për t'ia ndërtuar një shtëpi nesër në xhenet. Ndaj unë dëshiroj me këtë rast që të falenderoj vëllezërit tanë të cilët me donacion që kanë ardhur nga Kuwaiti dhe kemi një bashkëpunim të mirë me ta dhe jemi duke ndërtuar edhe disa xhami në vende të ndryshme në Kosovë. Pra këtu kemi edhe përfaqësuesin e shoqatës ku e përshëndes edhe atë, Zotin Islamin, dhe gjithë ata të tjerë s'po i njohun edhe punë kryese në ku ta diun kush janë ata. Por me gjitha të ne do ndërtojmë edhe xhami të tjera, sepse ka nevojë që të kemi edhe më xhami. Vëllezër të pranishëm, kjo xhami, sikur edhe xhamit e tjera në Kosovë, ato kanë reflektuar dhe duhet të reflektojnë në vazhdimsi paqe, lumturi, tolerancë, harmoni, bashkëjetesë mes besimeve, respekt të ndërsjellë dhe gatishmëri të përbashkët në çdo aktivitet që kërkon vendi
që e kërkon feja, që e kërkon vatani. Ndëruar pranishëm, nga xhamia as se si në asë një mënyrë, në asë një kush, në asë një rrethon, dhe asë njëherë nga asë kush, nuk guxon që të kritikohet xhamia. Mund të kritikohet individi, por jo xhamia, se xhamia është vendi kinse ku përgadit ekstremist, ku përgadit terrorist e radikalist e ku ta diu në çfarë. Jo dhe jo e madhe. Nga se Islami, feja jonë, asgjë nuk ka të përbashkët me ekstremizmin. Janë dy të kundërta mes vete. Nuk ka komunikim mes tyre. Asgjë nuk ka të përbashkët me radikalizmin. Asgjë nuk ka të përbashkët me terrorizmin. Po si mund ta ketë këtë Islami? Si mund ta ketë këtë Kur'ani? Kur Allahu xhalla shanu po na thot në sejtë billah, men yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam. Kush e vret vllaun e vet musliman për gjithmonë është në xhenem ai. Ka pushkën krah, ku po shkon, po shkoj me myt musliman, po shkoj me myt njerëz. Kështu po na mësoj kafeja? Jo vllazën, kështu na mësojnë ata të cilët e keq përdorin fen për interes personal, klanor, parcial, e për interes ku ta diun e të kujt. Feja jo nuk na mëson kështu. Muhammed Mustafaja nuk na ka mësu kështu. Ju e dini marrëveshjen e Muhammedit alayhis salam, në atë kohë që e bëri me qifutët. E dini fare mirë saj e largoi shkruari Rasulullah si i dërguari i Allahut vetëm për të arritur paqë, ama ishte pejgamber i dërguar pe anës Allahu xhalla shanu. Vllazën pranishëm, tokat shqiptare etnike ka do që janë, Kosova jonë, asë si në asë një moment, nuk guxon të ushqej ata të cilët dëshirojnë që ta degradojnë këtë shoqëri ka humnera, ka humbja. Me mund të madhe kemi arrit këtë ditë. Me mund të madhe e kemi shiru këtë vend. Shumë ka vujtur populli i Rahovecit. Shumë ka dhanë populli i Rahovecit për këtë liri, për këtë ditë. Shumë ka dhanë ushtria shkrimtare e Kosovës për të ditë. Shumë gjak është derdhur. Shumë pafajshëm janë vrarë. E kemi fituar simpatinë e botës mbar. E gjithë bota mbar shikon te kahne. Ka perspektiva se çfarë jem duke bërë. Dhe jem duke bërë edhe më. Edhe më Kosova ka miq të fortë të saj. Ne nuk guzojmë në asnjë mënyrë të zbehim simpatinë tonë që kemi ndaj botës mbar. Kjo nuk do të thotë që ne duhet jemi qyqar. Që ne vetë na shken qaf gjithkusht të musliman, jo. Asë si në asnjë mënyrë. Islamofobia është rrezikshme, as është rrezikshme vetë radikalizmi. Këtë duhet ta kemi të qartë një herë për gjithmonë. Ne nuk do të lejojmë në Kosovë as islamofobi. Ne do të jetojmë krah të gjitha besimeve tjera. Ne do të respektojmë si që kemi respektu deri tar besimet e tjera, se kështu na kanë mësu xhamit. Kështu na kanë mësu hoxhallarët tonë. Kështu na kanë mësu adetet, zakonet tona. Kështu na ka mësu vendi jonë, toka jonë, e cila gjymon nga brendësia e saj vetëm paqe. Andaj, t'jemi shumë kujdesshëm në punën tonë përditshme që e bëjmë. Edhe imamet, edhe xhamatlinë. Indoktrinim nga jashtë s'ka. Ky xhamat e din rrugën e vet. Kujt si pëlqen, le të urdhëron, e ka toraborën, le të shkon. Kosova nuk mund të shndrohet asnjë në torabor. Këtë ta kemi parasysh të gjithë. Pra, Bashkia Islame ka të qartë kursin e saj. Pse kritikojnë mëftinë e Bashkisë Islame disa pseudo-intelektualë dhe pseudo-analista, mos u mërzit njo. Ata nuk qojnë pesh. As shoqëria, as kërkon, as për familjet e veta bile. E le ma larg më. Sot është bërë let me fitne. Në internet të shkruan një dynjaja e mërvesh për një sekund, rrenën, gënjeshtrën, shpifjet, ku ta diun e çfarë. Mos besoni kur çka shkruhet, por ajo çka është në realitet. Vëllezër të pranishëm, në fund krejt du të marrë nga koha juaj. Jemi në prag muajit shenjtë bekuar të Ramazanit.
jemi edhe pak ditë dhe e kemi atë muaj të bekuar që nuk ka hedije më të madhe për neve. Por nuk ka hedije më të madhe edhe për çfarë? Edhe për vetë Ramazanin që i vjen kjo xhami si hedije këtij muaji të shenjtë bekuar të Ramazanit, se do të kemi një vend ende edhe më tepër ku do t'i bojmë ibadet madhit Zot Xheleshanuhu. Ky Ramazan është muaji i Kur'anit. Në të na ka zbrit Kur'ani. Kushtetuta njerëzore, udhërrëfysi jon ka duhet të ecur, është fjalë e Zotit. As nuk kuptohet si mas shefit, as nuk guxon as kush ta kuptoj si mas shefit, as ta interpretoj si mas shefit. Po e veç jush ka thonë Zoti, kunja ti pëlqen, ehlen wa sahlen, mirë se vjen. 1 miliard e 700 milion musliman sa janë botë. Dhe e kam përqafue këtë Kur'an, i cili ka zbrit këtë muaj. Ndaj na të përgatitemi zemrat tona, shpirtin ton, mendjen ton për ta xhiruar këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, muaji i shenjtë i bekuar i Ramazanit, të cilin Allahu Xheleshanuhu e zbriti Kur'anin. Unë sa herë vi këtu ndëgjoj iniciativa të mira. Qëri ju i keni do xhallar tash, pithoj veti tri, kanë po ka 40 vjetë edhe këta 50, po nese hala po thojnë 3, këta djune. Por Raveci ka pas xhallar dhe xhallar që kanë pas në qytetet e tjera. Andaj që ndëgjova nëse ju xhamati keni nis bashkë me Këshillin iniciativë që ta emërtoni këtë xhami në emër të hoxhës tonë që ka qenë këtu, që ka shërbyer këtu, të kam pas fatin që unë edhe e kam i njohur, pra hoxhës që ka qenë alim i këtij vendi, Sulejman Efendi Kollarit, është një iniciativë me vend dhe kjo xhami e meriton emrin e tij. Inshallah Zoti ato shpërblen me xhenet. Inshallah Allahu Xheleshan xhumën e ummetit Muhammed dhe na shpërblen me xhenet. Na jep të mirat e tij në këtë dhe në botën tjetër. E inshallah Allahu Teala shihemi për të mirë gjatë muajit të shenjtë bekuar të Ramazanit. Wassalamu alaikum.